Atmosfera në shtëpinë e Big Brother Kosovës ishte e qetë atë moment, por si shpesh herë, një bisedë e thjesht mjaftoi për të nxjerrë në pak dallimet mes banorëve. Bia dhe Ludo ndodheshin në një nga hapësirat e përbashkëta, duke shkëmbyer fjalë që fillimisht dukeshin lozonjare, por morën një kthes më të thellë. Bia, e veshur ndryshe nga ditët e tjera, u kthye nga Ludo dhe e pyeti me një buzëqeshje: "Si të dukem sot?" Ludo e pa për disa sekonda dhe u përgjigj pa hezitim: "Sot je vërtet yll." Bia buzëqeshi, por Ludo shtoi menjëherë diçka që ndryshoi tonin e bisedës: "Brenda je origjinale." "Jashtë, jo gjithmonë." Kjo fjali e ndali Bien. Ajo u kthye nga ai, e habitur, por edhe e vendosur të mos e linte pa përgjigje. "Jo, jam Bia," i tha me siguri. "Unë jam kjo që jam. Nuk jam ajo që ti mendon." Biseda u bë më serioze. Bia shpjegoi se nuk i pëlqen të reduktohet vetëm në pamje apo komente sipërfaqësore. "Ti gjithmonë flet për gjëra të jashtme," i tha ajo. "Por unë nuk jam bërë nga ajo që shikon ti, unë jam më shumë se kaq." Ludo u përpoq të shpjegonte se nuk kishte për qëllim ta ulte apo ta ofendonte, por thjesht po shprehte mendimin e tij, ashtu siç e ndjente. "Po flas për perceptim," tha ai. "Jo për atë që je si njeri." Por për Bien, fjala kishte peshë. Ajo theksoi se brenda shtëpisë po përpiqet të jetë vetvetja. "Parole, pa maska, pa nevojë për aprovimin e askujt. Unë nuk kam ardhur këtu për të dukur," tha ajo. "Kam ardhur për të qenë." Biseda u mbyll pas zëra të lartë, por me një tension të lehtë që u ndje në ajër. Banorë të tjerë e dëgjuan dhe mbetën të menduar. Ishte një nga ato momente ku fjalët, edhe kur duken të vogla, zbulojnë mënyrën se si njerëzit e shohin njëri tjetrin. Në Big Brother Kosova nuk janë vetëm veprimet që gjykohen, por edhe mënyra si flitet, si vlerësohet dhe si respektohet tjetri. Dhe kjo përballje e vogël mes Bies dhe Ludos tregoi edhe një herë se kufiri mes komplimentit dhe keqkuptimit është shumë i hollë. Dita në shtëpinë e Big Brother Kosovës kishte nisur qetë, me punët e zakonshme të përditshme që banorët ndajnë mes tyre. Pas lojrave, debateve dhe emocioneve të forta, kishte ardhur momenti i rutinës, pastrimi i shtëpisë. Por edhe një veprim i thjeshtë, si fshirja e dyshemes, u kthye në një situatë që nuk kaloi pa u vënë re. Ludo ishte duke fshirë dyshemen në një nga hapësirat e përbashkëta. Me leckën në dorë dhe me përqendrim, ai po mundohej ta bënte punën sa më mirë, duke kaluar nga një cep në tjetrin. Në dukje, gjithçka ishte normale. Por pranë tij, në këmbë, qëndronte Bia. Bia nuk ishte thjesht duke parë. Ajo po e udhëzonte hap pas hapi. "Fshi edhe këtu," i tha ajo, duke treguar me dorë një cep pranë murit. "Ec pak më përpara, mos e lë asnjë vend, shtoj më pas derës, Ludo, pas derës se aty s'ke fshi ende." Zëri i saj ishte i prerë, i sigurt dhe i vazhdueshëm. Ludo nuk reagoi menjëherë. Ai vazhdoi të fshinte, duke ndjekur udhëzimet, por fytyra e tij tregonte lodhje dhe një lloj durimi të detyruar. Çdo herë që mendonte se kishte përfunduar një pjesë, vinte një urdhër tjetër. Banorë të tjerë ndaluan për pak çaste dhe shikonin situatën. Disa buzëqeshnin me ironi, disa shkëmbenin shikime mes tyre. Ishte e qartë që nuk bëhej fjalë vetëm për pastrim, por për një dinamik pushteti të vogël që po shfaqej në mënyrë të heshtur. Edhe aty, vazhdonte Bia, "Mos e lër asnjë vi." Ludo mori frym thellë dhe vazhdoi. Nuk kundërshtoi, nuk ngriti zërin. Por heshtja e tij fliste shumë. Në Big Brother, edhe mënyra se si dikush hesht është mesazh. Ishte e paqartë nëse ai po përpiqej të shmangte konfliktin apo thjesht të përfundonte punën sa më shpejt. Bia, nga ana tjetër, duke e bindur në atë që bënte. Qëndronte në këmbë, vëzhgonte çdo lëvizje dhe ndërhynte sa herë që mendonte se diçka nuk ishte bërë siç duhet. Për të, rregulli dhe kontrolli ishin të rëndësishëm. Situata krijoi një ndarje të qartë mes banorëve. Disa mendonin se Bia po e tepronte, Në shtëpinë e Big Brother Kosovës, një moment i papritur ktheu atmosferën nga loj në tension të pastër. Gjithçka nisi si shaka, por përfundoi si një nga situatat më serioze të ditës. Labinoti dhe Alba po lëviznin nëpër shtëpi, ende me energjinë e lojës me borë. Të qeshurat dhe humori i mëparshëm i kishin bërë të pakujdesshëm, pa e menduar se një veprim i vogël mund të shkaktonte pasoja të mëdha. Teksa u afruan pranë një prej dhomave, ata e gjetën tonin duke u përgatitur, i befasuar nga prania e tyre. Situata u bë e sikletshme dhe e papritur, dhe Alba reagoi me instinkt loje, duke hedhur topa bore drejt tij, pa e menduar se situata kishte kaluar kufirin.
Labinoti tentoi të qeshte dhe ta kthente gjithçka në shaka, por Toni reagoi ndryshe. Në përpjekje për të mbyllur derën dhe për t'i larguar, situata doli jashtë kontrollit. Alba u kap në derë për një moment dhe tensioni u rrit menjëherë. Britmat e saj u dëgjuan në gjithë shtëpinë, banorët e tjerë u ngritën menjëherë nga vendet e tyre. Disa u afruan, disa mbetën të shtangur. Loja kishte përfunduar. Atmosfera kishte ndryshuar plotësisht. Ajo që nisi si shaka, tani ishte kthyer në një incident serioz. Produksioni reagoi menjëherë. Zëri i Big Brotherit u ndje në shtëpi, duke kërkuar qetësi dhe distancim. Alba ishte e tronditur, ndërsa Toni duke i tensionuar dhe i mbyllur në vetvete. Labinoti përpiqej të shpjegonte se gjithçka kishte nisur si lojë, por ishte e qartë se rregullat ishin shkelur. Pak më vonë, momenti që askush nuk e dëshiron në këtë lojë ndodhi. Zarfi i zi u nis për në shtëpinë e Big Brother Kosovës. Një heshtje e rëndë ra mbi banorët. Të gjithë e dinin çfarë do të thoshte kjo. Zarfi i zi nuk vjen kurrë pa arsye. Ai është paralajmërimi më i fortë se kufit janë kaluar dhe se loja ka rregulla që nuk negociohen. Banorët u mblodhen në sallon, me fytyra serioze dhe mendime të ndryshme. Disa flisnin për papërgjegjshmëri, disa për reagim të tepruar, por të gjithë ranë dakord për një gjë, situata k.